tash për ju kush I ka sjell. Mu drejtove mua. Jo, juve do drejtojnë për pjesën e dytë. Një provokim I ullët ndaj opozitës, sepse rregullat e kuvendit, kjo nuk është shtëpia private e Tauland Ballës, as e Edi Ramës. Ky është kuvendi I shqiptarëve, dhe këtu përfaqësohen të gjithë shqiptarët. Dhe rregullat e bashkëjetesës mes forcave politike në një ambient që është I gjithë shqiptarëve nuk caktohen nga forca kartonit, po caktohen nga dialogu dhe nga konsensusi mes palëve. Gjithmonë duke ruajtur atë që ka qenë praktik parlamentare deri më sot, kur pala që sot është në mazhorancë ka qenë në opozitë. Kjo e para. E dyta thatë, I kemi diskutuar me disa prej jush. Nëse në një rast konkret se me kë I keni diskutuar, thoja një opinionit publik. Nga opozita po flas gjithmonë. Sepse ju nuk keni diskutuar asnjë ndryshim me opozitën. Asnjë ndryshim. Jo me opozitën, s'përmenda opozitën. Asnjë ndryshim. Nuk keni diskutuar ju me opozitën. Kur miratuat ndryshimet përpara 4 muajsh, sa po ishit ulur në karrigen e kryetarit kuvendit, ju tham ndaluni se po shkelni kushtetutën. Dhe juve, zoti kryetar, dhe sot ishte dita të kërkonit ndjes në fakt, juve me një vendosmëri të bindur për të shkelur dokumentin themeltar të shtetit, vijuat sipas porosisë së një rësan. Dhe sot në vend që thuash kemi diskutuar me ju, do duhet ngrihenin këmbë, zoti kryetar, të kërkoni ndjes që me vedije, me ndërgjegje, keni shkelur kushtetutën e Republikës Shqipërisë për t'injoruar dhe për dhunuar opozitën në këtë parlament. Kjo do t'ishte sjellje normale prej një kryetari normal kuvendi, në vend që të vini tu dhe të thoni Taulanti I ka shkrujt, po kemi diskutuar dhe me ca për ju për të krijuar S'është e vërtet fare, nuk thash këtë gjë. Nuk thash këtë gjë. Thash vetëm janë propozime, jeni të mirëpritur të sjellni propozime dhe ti diskutojmë edhe në forumin përkatës, në Këshillin e Mandateve, por edhe para se të shkojmë te forumi I mandateve, në zyrën time jeni të mirëpritur. Është në zgjedhjen tuaj nëse doni të bashkëpunoni apo jo në këtë proces.